Kosova, vëllezër e motra, po përjeton momentet më të vështira të demokracisë që kur është kriju si shtet edhe si shtet demokratik. Pakica ose opozita që ka dalë nga zgjedhjet e lira të popullit kosovar nuk po e shkelmekon vullnetin e popullit. Populli shqiptar i Kosovës votoi për ju që nuk jeni të informuar rreth situatës politike në Kosovë. Populli shqiptar votoi në shkurt edhe partia e Albin Kurtit, vetëvendosja, mori shumicën e votëve, diçka rreth 47%, kur gjithë partitë e tjera së bashku shqiptare nuk marrin asa merr Albin Kurti vetëm. Kjo do të thotë që populli shqiptar i Kosovës zgjodhi me vullnetin e tij të lirë partinë e Albin Kurtit në demokraci, por edhe në bazë të kushimin e shqiptarët, virtuteve tona, karakterit tonë, shumica respektohet. Kur populli i ka dhënë besimin kësaj magjorance pra Albin Kurtit, ti duhet shkosh kundër vullnetit popullit që ta pengosh këtë mazhorancë që të krijoj qeverinë, edhe të zgjedh kryesisht si fillim kryetarin ose kryetaren e parlamentit. Kjo tregon që partitë opozitare që janë pakicë dhe të cilëve populli i Kosovës nuk i ka besu në këto momente votën, këto partitë opozitare në qoftë se nuk e lejojnë Albin Kurtin, nuk e lejojnë mazhorancën të krijojë qeverinë dhe sjell kryetaren e parlamentit, do të thotë që nuk lejojnë shpirtin e lirë, vullnetin e lirë të Kosovës të materializohet për nevojat dhe intereset e tyre të vogla vetjake dhe partijake, dhe kjo është e pafalshme. Kjo është e pafalshme, vëllezër e motra. Është jo në dorën e pakicës që të zgjidhë qeverinë edhe të imponojë se kush do zgjidhet kryetar i parlamentit. Atë të drejtë ka pas populli. Populli zgjidh shumicën pra një parti, edhe ajo parti që ka marrë shumicën e votëve, ajo zgjidh kryetarin e parlamentit. Jo të dëdrohet nga pakica. Pakica këtu po bëhet pengesë, por shkelmekon vullnetin e popullit. Edhe Kosova u bë 2 muaj e ca që vun këtë lloj tragjedie që po ndodh. Por çfarë do të ndodh? A është kjo me rrezik për Kosovën? A është kjo me rrezik për Albin Kurtin? Çfarë do të ndodhi në qoftë se partitë e vogla nuk do të heqin dorë, do të ngulin këmbë që të pengojnë qeveri atë formimin e qeverisë së re. Vëllezër e motra, nuk do të ndodhë asgjë e keqe, përveç se populli shqiptar i Kosovës do të bindet që këto pakicë nuk paskin meritu as ato pak vota që ato u kanë dhënë, edhe do bëhen zgjedhjet e tjera, ku edhe ato që kanë votu, mendoj unë, kanë dhënë 20%, 9%, 10% partive të tjera, nuk do të japin më. Populli nuk kanë barë. Populli kupton që është mashtruar nga këto
njerëz të opozitës këtë radhë, e kupton që atyre nuk i intereson Kosova, atyre nuk i intereson shteti kosovar. Ato do ta minojnë shtetin kosovar me çdo kusht, vetëm e vetëm që Kosova të mos ketë tjetër shtet, po që sa ato, edhe pse populli nuk i zgjell, edhe pse nuk kanë qenë në gjendje të bindin popullin të marrin votat e popullit, ato, po që se nuk udhëheqen, do të bëhen pengesë. Janë si ato kurvat e këqija. Po hiqen këto opozita që thot, po se mora unë, shkoj vretet mashkull dhe po mashkull të mos e marrësh edhe ti, mos e gëzosh edhe ti. Këta po bëjnë këto kurvat e këqija këto të opozitës në këtë rast, sepse shkelin vullnetin e popullit. Shkelin ata që populli u besoi që do të shkosh në opozit, do të jesh një opozit e shëndosh, do të ngre. Tashti, Albin Kurti nga ana tjetër ka një të drejtë morale të respektoj atë pakicë që prap ka dalë nga votët e popullit ti, nga populli shqiptar i Kosovës. Pra, nuk mundet qeveris me arrogancë sepse ka fitu 27%, nuk mund të bonte këta dhe sikur të kishte fitu mbi një 61%. Ati Kurtit, me sa di unë, duhen 61% e votëve që të jetë në gjendje të krijojë qeverinë pa pas nevojë e përkrahjes në votën parlament të partive të pakicës. Edhe si Kurti kishte 80%, edhe gjithë pakica tjetër të jetë 20%, Albin Kurti duhet të respektoj atë pjesë të popullit. Kjo do të thotë që në qoftë se Kurti dhe partia e mazhorancës në parlament propozojnë një kandidat për kryetare kuvendi ose kryetar kuvendi, edhe opozita kundërshton ndoshta me të drejtë, për arsye se ky apo kjo personel deputete ka treguar në të kaluarën që është teja saj që mund të pranojnë ata, honepsin ata, suportojnë ata, ata do të kundërshtojnë. Por jo se duan të kundërshtojnë çdo lloj alternative që mund të jepet atyre, për arsye se pastaj bëhen pengesë jo Albin Kurtit, po e Kosovës. Edhe minojnë si thon mbarvajtjen e qeverisë së Kosovës, minojnë refuzojnë krijimin e qeverisë. Pra, çfarë ndodh në këtë rast, mendoj unë? Atëherë, unë mendoj që mazhoranca dhe Kurti duhet të propozojnë 2-3 emra të tjerë. Edhe të linë opozitës të zgjedhë, fatkeqësisht ai nuk ka marrë mbi 60% votëve që të bëjë çdo dojë dhe të ketë zgjedhjet e tij në mënyrë ndoshta arrogante. Por ai ka marrë një pakicë votësh që duan votat e tyre dhe duhet i kënaqë ata. Pra, duhet të jap atyre një alternativë. Po qëse Kurti ngul këmbë vetëm me një person që zgjedhet kryetare së kryetare e parlamentit, edhe opozita kundërshton me çdo kusht, atëherë të dy palët janë me faj. Por faji më i madh bjen me Kurtin. Për arsye se Kurti mundet të tolerojë edhe zgjedh disa alternativa tjera, nuk më mërmej që duhet të shkoj më shumë se 3, në momentin që ato kundërshtojnë zgjedhjen e parë të Kurtit. Edhe Kurti zgjedh një person të dytë, edhe ato prap kundërshtojnë, edhe zgjedh një person të tretë, atëherë çdo njeri, i madh i vogël, e kupton që opozita, këto partitë të tjera, po bëjnë çdo gjë që të pengojnë qeverinë, po bëjnë çdo gjë që të shkelin me këmbë vullnetin e popullit, edhe ka të drejtë absolute ajo presidentja e Kosovës pastaj të shpërndajë këtë parlament si një parlament që nuk e përliq votën që u besoi populli shqiptar i Kosovës, e shpërndan këtë parlament, edhe cakton zgjedhje të tjera, zgjedhje të reja. Po ç'ndodh me Kosovën?
në qoftë se shpërndahet parlamenti, mos i Kurtit i ketë dhënë 2-3 alternativa. Duhet i jap Kurtin, nëse ka dhënë mrekullisht bukur për Kurtin. Nëse Kurti jep alternativat, edhe ato prap bëhen pengesë, që do thotë që kanë vu intereset e veta të vogla vetjake dhe partijake mbi interesin e Kosovës, atëherë Kosova kur të shkojë në zgjedhje, s'do të jap këtyre pastaj as 5% votave. Pak ato do të marrin. Pse marrin? Marrin se çdo kush ka një vlla, një motër, ka një kushëri, ka një mik që është lidh me ato, dhe ne shqiptarët jemi të tillë. Ne dhe jemi para opozitës. Edhe në qoftë se për shembull ne nuk e duam Fjalavje, e zem partinë Haradina, të nuk e di sa është Haradina, u ka marru emret, por ne dikush e ka çun xhajat, dikush e ka çun tezje, dikush e ka mik, do t'i jap ca vota, po do marrin një numër jashtëzakonisht të vogël, edhe meritojnë të marrin një numër jashtëzakonisht të vogël të papërfillshëm. Pra do të bëjnë të keqen vetës. Çfarë ndodh? Nëse Osmani, presidentja e Kosovës, e shpërndan këtë parlament që sapo është zgjedh, si parlament i paaft të funksionoj, si parlament që nuk e ka për ligj, si një parlament që nuk e për ligji. Sa të marroj kjo zile, më falni, sa të marroj kjo telefonatë, so nuk e shaf ku ta mbyll tash. Vleza motra, ai sa bezdisi ju, po bezdisi më vonë për këtë zile që nuk pushon, por ja, tash i pushoj. Edhe herë, se nuk e di nëse në qoftë se Osmani e shpërndan parlamentin, çfarë ndodh në Kosovën? Vlezër e motra, asgjë nuk ndodh. Qeveria aktuale vazhdon të qeverisë si qeveria në detyrë. Albin Kurti vazhdon të qeverisë dhe i takon të qeverisë deri kur bëhen zgjedhjet e reja. Mirë po ato gjatë kësaj kohe e kanë atë qeverinë të kufizuar, një kufizim që s'do t'i prish punën as Kosovës, as Kurtit dhe as kujt. Pse? Ato që do të censurizohen, që s'do të ketë mundësi qeveria e Kurtit t'i përmbush ose t'i aplikoj, janë marrëveshjet ndërkombëtare. Pra, kjo do t'jetë në të mirën e Kurtit, kjo do t'jetë në të mirën e shqiptarëve, kjo do t'jetë në të mirën e Kosovës, sipas mendimit tim. Pse do t'jenë në të mirën? Sot për sot, Evropa dhe Amerika, me të cilët bëhen marrëveshjet ndërkombëtare, ajo vetëm ka imponu që të bëhet çdo gjë në Kosovë që i shërben interesit serb dhe jo interesit shqiptarëve këto kohët e fundit. Kështu që në qoftë se ne e kufizojmë Kurtin që mos merret me këto, mos të aplikoj në i marrëveshje të rejme ndërkombëtare, këta në të mirën tonë, çdo lloj marrëveshje, çdo lloj bashkëpunimi që Kurti ka këto vite me Evropën dhe Amerikën, të gjitha janë presion kundër qeverisë së Kosovës, që të bëjnë lehtësime mos lehtësimi për serbët, që të përgatisin terrenin për ndarjen e Kosovës, kështu që neve s'na bën dëm që shpërndahet parlamenti edhe qeveria e Kurtit merret vetëm me çështjet e të brendshme të Kosovës tashti për tashti, edhe jo të lidhi ndonjë kontratë ndërkombëtare që ka të bëjë me fatet e Kosovës dhe me fatet e kombit, se Kosova është korthiza e gjithë shqiptarisë, pavarësisht që shteti shqiptar mundohet ta marrë këtë emër, këtë flamur. Pra nuk bëhet në gjë e keqe, verse bëhet një gjë e mirë, mendoj unë, edhe do vjen pastaj koha e zgjedhjeve, edhe populli e pa se çfarë ndodhi, që këto që populli dha ca vota dhe duket që këta vota janë dhënë për miqe, për shok, përderisa kanë marrë aq pak për turpin e tyre, që gjithë së bashku këto partitë opozitare kanë më pak se sa ka Albin Kurti, por me ta futën pastaj edhe dy pakica serbe, që kanë duket
një 4-5 urca, i thonë këto karrike, dhe partitë e tjera opozitare të minoriteteve, si që janë Romët, si që janë Turqit, si që janë Gallëborçit, pra këto kanë rreth 10. Pra Kurti i ka morë sot shumicën e votëve të popullit Kosovës. Ato duket që kanë morë vetëm ca miq vetë, shokët vetë që janë të detyruar me dhënë, që edhe ato do t'ja japin me këta që po tregojnë këta në parlament që duan me çdo kusht të pengojnë jo Kurtin, jo partinë e Kurtit, për vullnetin e Kosovës. Kosovës do t'i jap votat e tyre, edhe Albin Kurti do të vijë më i fuqishëm. Tash çfarë mendoj unë që duhet bëj Kurti tash, në qoftë se do jetë në të mirën e Kosovës, që mos kemi nevojë të shkojmë në zgjedhje të reja, mos të shpërndajmë këtë parlament që kemi, edhe ta kaloj këtë fazë. Çfarë duhet bëj Kurti, mendoj unë, si Sami Gjoka, dhe unë jam i sigurt që Kurti, edhe pse nuk bën pazare në interes të kombit, unë jam i sigurt që ai është i aftë të i bëj gjithë llogaritë për llogaritë, dhe duhet ta kishte zgjidhur këtë që quhet këtë vështirësi, këtë situatë delikate. Duhet ta kishte zgjidhur, dhe arsye që nuk e ka zgjidhur, unë kam frikë se është elementi serb që kërkon me çdo kusht të rrëzojë një qeveri që është atatare, që të vinë pastaj ato tjera dhe të bëj Serbia çfarë do të bëj, kryesisht me Mitrovicën dhe përgatitjen e terrenit për ndarjen e pjesëve të Kosovës, siç don Serbia. Po çfarë duhet bëj? Atëherë unë mendoja kështu. Në qoftë se pakica serbe, që ka 4-5 karrige, duhet ishte e mjaftueshme po t'i bashkohet vetëvendosjes Kurtit, që ata ta bonin ligjin edhe ta bonin qeverin, do të kishte qenë mirë t'i ofronte ato të pakicës serbe, për arsye se edhe po t'i mash larg, edhe mos bosh çfarë quhet kjo koalicion duket quhet, ato prap Kurti është i detyruar nga perëndimi t'u ofrojë atyre ofiqe, detyra shtetërore, por pa përfituar në gjë për tyre. Atëherë është më mirë që t'i afrosh e të bësh koalicion me ta. Është edhe më mirë për gjë tjetër, që Serbia edhe Greqia ka vërtetuar që na i blen neve shqiptarët e tonë, edhe ne kemi shpesh gjarë brëngji kur mendojmë t'i majmë larg serbet. Është më mirë, mendoj unë, në këtë rast, përderisa do japim detyra shtetërore edhe pozitat të larta serbëve që të kënaqin me Evropën, atëherë është më mirë që ta bëjmë koalicionin, se jep që jep më mirë të përfitosh diçka për tyre, edhe pse e dim që ata janë varen nga Beogradi, po prapë se prapë janë të pasër, e dim kush është armiku. Ruhu prej armikut që nuk e njeh, që nuk e shef, që diposh atij shqiptarit që e ke zëvendës ministër, edhe është agjenti serbëve, ata bën punën e serbëve, por këtë ne e dim, për këtyre ruhemi lehtë, edhe ato nga ana tjetër do jetë një hap, mendoj unë, që mund të shkëpus nga Serbia. Ne nuk jemi sot aq të vobekt, që s'mundim edhe ne të bëjmë lojën e serbëve, që t'i blejmë ato, pak edhe me para, pak edhe me drejtësi, pak edhe moral, se Kosova është edhe atyre. Mirë po, edhe si kur Kurti t'i ofroj serbëve të Kosovës atë degën e Dafinës dhe të kërkoj të bëj pakt me të koalicion, prap Kurti nuk e ka numrin e mjaftueshëm me bë qeverin. Atëherë, çfarë ngjilet Kurtit? I ngjilet ajo aleanca e minoriteteve që janë bosnjakët, janë romët, janë turqit, edhe këto kanë 10%. Po të marë Kurti të dy këto grupe, edhe atëherë ai nuk ka nevojë më për këto maskaret, tre partitë të tjera që po bëjnë punën më armiqësore, më anti-shqiptare, më antidemokratike, më antipopullore që është bën ai herë, sepse po kundërshtojnë me çdo kush vullnetin e popullit. Po qëse Kurti i fut në partinë e tij pakicat, pra edhe pakicën serbe, edhe pakicët e tjera
që janë rome, që janë pakicat e bosnjake, atëhera I ka numër të mjaftueshëm për me bo çfarë të dojë dhe të jap detyra shtetërore. Unë nuk them që të jap një ministër, më mirë jep 3 zëvendësministra, po të jap detyra të mëdha shtetërore, por që nuk janë firma kryesore, por që janë pra kryesisht serbëve, me të cilët neve trembime se do bëjmë punën e serbëve, por prapë se prapë, në qoftë se janë në qeverin bosi I tyre do jetë Kurti, sa është kryeministër, në qoftë se do jetë kryeministër prapë. Kështu që unë e shikoj që gjoja më mirë që Kurti duhet bëjt ashtë përderisa të 3 partitë shqiptare opozitare të pakicës që kanë ardhur në parlament për turp, duket vetëm e miqtë e shokë të farafisët që ata kanë, se s'kan qenë gjendje të marrin as 20% më shumë për shembull, kur ai ka marrë 47, pra të mos merret me këto që po bëjnë punën e serbëve për interesat e tyre vetjake dhe personale, por të fusë dhe ndërton edhe imazhin e mirë në aleancë, në qeveri të fusë serbet edhe pakicat të tjera, atëherë do t'i myll gojen opinionit ndërkombëtar, se ndërton një imazh të mirë, edhe serbëve ato prap do të lefin si qend, ato prap do të mundohen të manipulojnë me këto pushtetar e deputet serb, por ato do të bëjnë gjithsesi këtë punë, edhe gjithsesi do të kenë detyra, kështu që është më mirë Kurti mendoj unë që të marrë ata, se sa të shkatrohet edhe herë të shkatrohet parlamentit, shpërndahet parlamentit, presim si edhe të reja. Një gjë tjetër që Kurti duhet ta shoh me kujdes është jo të gjithë antarët e partive të tjera që është kjo AK, LDK, ku të diun, janë armiqtë të kombit shqiptar. Ka njerëz të mrekullueshëm në të 3 partitë, se janë gjithë shqiptar, që janë edhe të pakënaqur me partitë ku përkasin. Politika është e tillë, ti duhet I gjesh ato njerëz, edhe duhet I kishe gjetë sa më parë. Ti kishe pikatu ato njerëz që janë jetë të kënaq, janë të pakënaq në partitë ku ato janë, që s'janë dakord me këto pengesë që po I bëhet krijimit të shtetit të ri në Kosovë. Edhe ti tërheqësh këto. Pra, nuk duhet kishe qenë një puna që madhe sa mendojmë ne, që Kurti ta kishe zgjedhë të problem. Por në qoftë se Kurtit ja kanë mysh të lloj shteku, ose nuk do vetë ai të bëj aleancë se din se do të drejtojë qeverinë, edhe nëse parlamenti shpërndahet deri kur të bëhen zgjedhjet e reja, I takon atij. Ai do të drejtojë. Edhe nuk ça kokën, ose Kurti s'ka qenë gjendje, në qoftë se kjo do të ndodhi, atëherë nuk ka rrugë tjetër, duhet shpërndahet parlamenti sa më parë, edhe vëllezër e motra, unë jam I sigurt, vetëm nëse do të ndodhë në një katastrofë ku të diun që ne se kemi prit këta 4-5 muaj të tjera dhe kur të bëhen zgjedhjet e tjera, Albin Kurti do të vjerë shumë I fuqishëm, do të vjerë me 70-80% votave, edhe s'ka nevojë të qajet I lutet këtyre partive të vogla opozitare që po bëjnë punën antishqiptare, që po shkojnë kundër vullnetit të popullit, se nuk U takon atyre të imponojnë se kur sillet kryetar apo kryetare e parlamentit të Kosovës, I takon shumicës, populli ka votu, ka zgjedh një shumicë, ata që janë shumica që kanë marrë votën në popullit, vetëm ato kanë të drejtën morale, ligjore, demokratike që të formojnë qeverinë, edhe të zgjedhin kryetaren e kryetarin që ata duan dhe jo që duan këto maskarit e vegjël që s'kan qenë gjendje të marrin votën të justifikojnë se janë politikanë që për ligjin të jenë politikanë dhe pushtetar të Kosovës. Sami Gjoka, ju përshëndet.